Mirë, bisedën e parë për sot doja dedikojmë shëndetit dhe sot do ndalemi tek stomaku, problemet e të cilit janë ndryshëcimet më të shpeshta që njerëzit raportojnë kohët e fundit, si fryrje, aciditet, refluks, gastrit, dhimbje pas ushqimit apo tretje e dobët, që janë kryesisht simptoma që shumë persona i përjetojnë çdo ditë. Zakonisht lidhen me stilin e jetesës dhe me atë çfarë ne konsumojmë, por nganjëherë edhe me kontrollin humbjen e kontrollit të suplementeve që ne përdorim. Sepse edhe këto të fundit, ne e dim që janë pjesë e regjimit ton ushqimor në rast se kemi deficienca. Për të kuptuar më mirë se si funksionon stomaku, si ta trajtojmë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe si të mos kemi asnjë nga simptomat që unë përmenda pak më herët, jemi në studio me një naturopat, mik i kësaj studio, me ne zoti Arben Gjoni. Mirë se vjen, është kënaqësi që jemi së bashku. Si u gjeta, përshëndetje. Për të nisur nga fillimi, sa e rëndësishëm është stomaku dhe cilat janë gabimet më shpeshta që ne bëjmë në atë çfarë ne konsumojmë në përditshmërinë tonë. Stomakun duhet ta imagjinojmë si një motor me djegje të brendshme, por që nuk djeg naftë dhe benzinë, por që djeg ushqime. Dhe elementi kryesor që bën djegjen është acidi kloridrik. Pastaj janë edhe enzimet, të cilat aktivizohen nga acidi kloridrik. Pra duhet një ambient acid që të aktivizohen të gjithë enzimet e stomakut për të tretur ushqimin. Dhe gabimi që bëjmë neve gjithmonë e shuajmë acidin kloridrik duke pirë ujë gjatë buke. S'duhet të pim ujë gjatë buke? Ja. Po pas buke? As pas buke. Uji duhet pirë 30 minuta para buke dhe 45 minuta ose 1 orë mbas buke. Varet nga ushqimi që ha. Nëse ha një pul të pjekur edhe 1 orë e gjysmë mbas buke. Po nëse ha një ushqim të thjeshtë, 45 minuta deri në 1 orë. Çfarë bën uji, nëse shpjegojmë si proces kimik? Atëherë, uji fizikisht hollon acidin kloridrik, ndryshon pH-in, sepse uji ka pH-in mbi 8, 8.5, 9 ndonjëherë, dhe duke ndryshuar pH-in ti bllokon edhe enzimet që të funksionojnë në stomak. Kështu që aty krijohet një ushqim më shumë i fermentuar se sa i tretur. Prandaj, këshilla është që uji të pihet gjysmë ore para buke dhe 45 minuta 1 orë mbas buke. Pse duhet pirë para buke? Sepse nëse ne ulemi në tavolinë dhe fillojmë të ham, stomaku do marrë ujë sepse duhet të prodhoj atë lëngun e vetë tretës dhe merr nga enë të gjakut. Duke marrë ujë nga enë të gjakut, ne na trashet gjakun dhe gjatë ushqimit ose në fund të ushqimit na vjen një hetje. Pra na thahet s'kemi më pështym për ta tretur ushqimin. Po. Atëherë çfarë bëjmë? Pim ujë për të kompensuar, për të rregulluar gjakun, pra për të holluar gjakun. Por ndërkohë kemi rregulluar një gjë, por kemi prishur procesin e tretjes. Prandaj, po të pish gjysmë ore përpara, e uji që pish gjysmë ore përpara, shkon në enët e gjakut dhe kur ju hani ushqimin, goja është gjithmonë e lëngëzuar dhe nuk keni nevojë të pini ujë gjatë buke dhe mbas buke. E qartë. E qartë. Zotë Gjoni, cilat janë ushqimet të cilat ndihmojnë në tretje? Është kosi një ndër to? Ja. Kosi është një proteinë, ka nevojë dhe ajo që të tretet nëpërmjet acidit kloridrik. Tek uji, desha të sqaroj edhe një gjë tjetër, nuk është vetëm uji, është edhe Fanta, Pepsi, Cola, të gjitha pijet, dhalli, çdo gjë që ne mund të pim. Edhe vera dhe bira, sidomos, gjatë ushqimit është e dëmshme. Pra çdo gjë që ndryshon procesin kimik brenda stomakut mund të ndryshoj edhe procesin e tretjes. Rrim tek sjellet e gabuara. Të gjithë ne e kemi zakon që e nisim ditën si popull me një kafe në mëngjes. Dhe shpeshherë pa ngrënë mëngjes. Çfarë i bëjmë stomakut? Kafja në fillim stimulon prodhimin e acidit kloridrik në stomak. Dhe shumë njerëz, mbasi pin kafe, kanë një grop. Ajo gropa që ndjejnë mbas kafes do të thotë që u stimulua acidi kloridrik në stomak dhe ka filluar të derdhet në stomak dhe duan të hanë diçka mbas kafes. Prandaj marrin kafe dhe ujë, duke hedhur ujë, hollojnë atë acid që është në stomak. Ka një rregull që kafja patjetër duhet shoqëruar sa herë që ne e pim me një sasi të caktuar të ujit. Dëgjoj, nëse flasim për të pirë kafe, ai që pi kafe nuk duhet pi ujë. Domethënë kafja, për mendimin tim, unë vetëm një kafe mund të pi, e pi të shkurtër, dhe sa për të njomur gojen, jo për të mbushur stomakun. Pra kafja nuk duhet për të mbushur stomakun, edhe me biskota dhe me qumësh, dhe pra nuk bëhet mëngjes me kafe. Dhe duhet mbajtur shija e kafes në gojë sa më gjatë jetë e mundur, po pive ujë hiku, pastaj nuk ka më shije kafe. Ka nga ata të cilët thonë shpeshherë që përjetojnë një stres edhe ka një stomak të rënduar kur zgjedhin të pinë macchiaton, kafen me qumësht.
Atëherë, këtu dalim në një problem tjetër. Në Shqipëri do të keni shumë kujdes kur pini kafe me qumësh, sepse nuk është si Italia që në një lokal hapet një kuti qumëshi dhe konsumohet brenda një ore. Po çfarë ndodh? Këtu mund të ri ajo kutia qumshit e hapur edhe 2-3 ditë në frigorifer, duke qëndruar 2-3 ditë e hapur në frigorifer, se 2 persona mund të pinë kafe macchiato, 3 maksimumi, nuk pinë 100 Dhe veta. qumshti qëndron gjatë aty. Qëndron gjatë, prishet dhe kur ja u hedhin juve, mund t'ju zërbarku pastaj. Mund të keni probleme. Pra gjithmonë duhet pyesni nëse ke hapur tani kutinë e qumshit apo ke hapur çepardje. Po e ka hapur çepardje, mos e pini se Rezultati do jetë. Se mos do na thonë, Rreziku kur e është kanë shumë. hapur prej vërtetë, gjithsesi. atë Kjo mbetet me pastaj. qumshin e vete. Kur shkonin kafe. Me një tetrapak qumsin në çantë. Ndërsa jashtë mund të konsumohen edhe 30 litra në mëngjes në Itali, në një lokal mund të konsumohen edhe 30 litra në mëngjes. Nga që marrin cappuccio, marrin kafe, kurse ne nuk e kemi shumë tradit atë. Prandaj Ne jemi te kafet e shkurtra. duhet shumë kujdes kur përsërit kafe latte ose macchiato ose cappuccio, do të kesh shumë kujdes ke qumshi. E drejt. Mirë, cilat janë kombinimet që s'duhet i bëjmë asnjëherë gjatë vakteve tona? Kemi dëgjuar peshkun me bulmet, me djath për shembull, sepse mund të na helmoj, mund të na përkeqësoj gjendje shëndetësore. Ka përshtypje në shmit, por e ka fjalën për mitet të ngjashme, por që në fakt ka një ndikim real, jo fantazira. Që edhe një barsalet për atë pëspë, them. Mund ta thuash, s'ka si problem. Ja hëngri macja një konservë me peshk, dikujt, s'do të them kujt, edhe nga i nati i vuri dhe qumshin, edhe tha tani do elmohesh, i tha dhe Mirë, nuk do ta promovojmë. macja janë të dyja dhe si gjeti asë gjë. Nuk e gjeti asnjë gjë. Pra, nuk na ndodh gjë nëse ne konsumojmë peshk me bulmet. E madhe, po. Po një kombinim që mund të jetë dhe ketë ndikim negativ. Unë them i bjem shkurt, kur hulesh në tavolinë, ose hasi ujk, ose hasi dele. Nuk mund të hash edhe si ujk edhe si dele në të njëjtën kohë. Në momentin që ne kemi në gojë një copë mishi dhe jemi duke përtypur, goja nuk është vetëm një hapësirë kur ne mund të përtypim dhe të kalojmë ushqime. Është një laborator shumë i rëndësishëm dhe ka sensor kimik, mekanik, ka gjënat e pështymës, ka çdo gjë dhe gjithë ky informacion shkon në sistemin nervor, që në momentin që ne kemi në gojë. Sistemi nervor këtë informacion ja përcjell stomakut. Dhe nëse ne jemi duke ngrënë një proteinë, siç është mishi, ose peshku, ose pula, i shkon informacionin që po vijnë proteina dhe stomaku fillon të prodhojë acidin kloridrik. Dhe në momentin që shkon poshtë, ose neve shpeshherë mishi nuk arrin ta përtysim deri në fund sepse na e kërkon që ta kalojmë poshtë, sepse është acid i gatshëm dhe instinktivisht shkon menjëherë në stomak. Acidi kloridrik fillon që të tresi proteinën. Ndërsa në një variant tjetër ne nuk po ham mish, po ham makarona ose oriz. Në këtë rast i shkon informacioni që po vijnë karbohidrate dhe informohet stomaku dhe gjithë aparati tretës që po vijnë karbohidrate, nuk ka nevojë për acid kloridrik. Kështu që ne nuk prodhojmë acid kloridrik në të gjitha rastet që ham ushqim. Kur ham sallatë, jo. Prandaj, çfarë ndodh? Në momentin që ne kemi një copë mish në stomak, fillojmë ham edhe makarona, oriz ose bukë të thekur etj. Kur të bjerë një ushqim me përmbajtje karbohidrati në stomak do fermentohet, sepse do gjejë një ambient acid. Duke u fermentuar do krijojë gas, fryrje. Ajo fryrje do të japi një lloj rëndese dhe një kështu që ti do të bësh një ruto, si thon, një Pastrim? Jo, do të nxjerrësh gazra. Okej, gomësima. Gomësima. Në momentin që ke një gropsim, del ajri dhe stomaku mund ta punojë më mirë ushqimin. Pra ajri brenda në stomak nuk na lejon që të tretet as mishi, as makarona pastaj. Prandaj është më mirë që kur ham proteinat, ham proteina. Domethënë, nëse ham një bistek, mund ta shoqëroj me vezë, me djath, me gjizë, me të gjitha pjesët e bulmetit. Pra rrin tek e njëjta familje makronutrientësh. Po, do rritë proteina është shoqëruar me proteinë. Proteina me proteinë. Dhe pak fibër besoj duhet që të na ndihmojë në tretje. Atëherë dalim në një këndvështrim tjetër. Stomaku ose çdo ushqim ka kohën e vet të tretjes. Mishi e ka mbi një orë. Dhe nëse ti do hash një mish, valvula e poshtme e stomakut që quhet pilori mbyllet dhe nuk hapet derisa të tretet mishi. Pra nëse mishi që ke ngrënë është në sasi relativisht të madhe, do 1 orë gjysmë që të tretet, ajo sallata që mund të has, ajo fibra do qëndrojë në stomak 1 orë gjysmë, nuk mund të dali. Pa u tretur i gjithë ushqimi që të bëhet ujë. Pra stomaku ka një veti që të gjithë ushqimin që ke në stomak duhet ta tresi ta bëjë ujë. Nuk mund të
tresi një gjë, ta hapet, ti thot, ti dil, ti do rish akoma. Kur të bëhet i gjithë solucioni ujë, atëherë do filloj do hapet valvula fundore dhe do filloj të dali pak nga pak ushqimi që të vazhdoj tretjen në pjesën tjetër e duodenit. Kështu që nëse do ha sallat me mish, peshk me sallat ose me fibra, ato nuk se do bëjnë ndonjë gjë, nuk japin një fryrje të madhe, por do prishen aty dhe nuk do kenë vlerat e dura kur të kalojnë në pjesën tjetër të tretjes. Prandaj më mirë duhet të ngrënë vetëm proteina, ose nëse do ha sallatën, meqense sallata e ka kohën e tretjes shumë të shkurtër e 30 minuta, mund ta hash më përpara. Para se të kalosh tek pjesa e mund të ha sallatën pa mish fare për 30 minuta, ajo ka dalë nga stomaku dhe mbas 30 minutash mund të hash proteinat pastaj. Po jo në të njëjtën kohë. Dëgjoni, ka një diskutim shumë të madh për sa i përket konsumimit të mishit të kuq. Shumë prej familjeve shqiptare, dhe duhet ta themi ne jemi popull që e duam mishin, e kemi gatuar historikisht, ndërkohë që tani u themi publiku që na ndjek çdo ditë që ka të një lloj rreziku nëse konsumon mishin e kuq. Mund të japim një këshill sa herë duhet konsumuar, sa sasi për person, se jemi bujarnë në porcione, i mbushim pjatat plot. Atëherë, për mendimin tim, njeriu nuk duhet përdori fare mish, nëse do dalim në këtë këndvështrimin. Po sepse mishi është një proteinë e një kafshë tjetër, të cilën neve do ta marrim dhe do ta shpërbëjmë deri në imtësi. Pra duhet të shpërbëjmë dhe ADN-n e çdo proteine të këtij mishi. Dhe pastaj ne duhet të marrim elementet nga e cila është bërë kjo proteinë, që janë aminoacidet. Por nëse ne kemi një ushqim që na jep drejt për drejt aminoacidet, pse duhet të lodhemi të marrim një ushqim që ta shpërbëjmë të tërin dhe të marrim aminoacidet të cilat e kanë kryer një proces. Supozojmë lopa, viçi, delja, kanë ngrënë barin. Nëpërmjet barit, ato kanë marrë aminoacidet, jo vetëm barin, po çdo gjë dhe kanë krijuar proteinat e tyre. Ne tani nuk ham drejt për drejt aminoacidet siç i han ato, po marrim proteinat që kanë marrë këto, ti shpërbëjmë si punë muri. Nëse do marrësh një mur dhe do ta vësh në një vend, nuk e speston dot. Do heqësh tullat dhe ato tullat do t'i ndërtonsh në një vend tjetër. Po me të drejtë dikush na ndjek thotë, kështu ka bërë gjyshim, baba im. Edhe unë sot. Edhe këtë sjellje të ushqyeri nuk i ka sjellë asnjë gjë të keqe, përkundrezi. Ka qenë fort, ka punuar, dikur punoni dhe tokën. Shumë mirë. Ne kemi një diapazon shumë të gjerë për të mbijetuar. Ne mund të hamë edhe rrynjë pemësh, mund të hamë edhe çdo gjë të gjallë që është në natyrë. Mund të hamë edhe buburreca dhe kakaleca dhe ku diun, çdo gjë që tani ka dalë edhe në modë kjo puna e insekteve që duhet i hamë insektet. Pra ne kemi një diapazon shumë të gjerë, por diapazoni jonë më i ngushtë për të jetuar më mirë dhe pa shumë probleme janë frutat, perimet dhe zezavatet. Pra ne jemi më shumë frutarian dhe jo mishngrënës. Po të shohësh se si është natuar goja e një njeriu, nuk është e një mishngrënësi. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të hamë mishin. Por kjo nuk do të thotë që ne duke ngrënë mishin do bëhemi mishngrënës. Do ham aq sa na duhet në nevojat më të mëdha që i duhet njeriu për të mbijetuar, po jo të bëhet objektivi jon kryesor ngrënia e mishit. Ne nuk kemi mish ngrënës. Duke ngrënë mish ne rrisim shumë acidin urik në trup, krijojmë shumë purine, shumë probleme të tjera. Ndërsa ajo që thatë juve, cili nga mishrat është më i mirë, pse jo i kuqi dhe kjo tjetra, çdo gjë që ha bar e ka mishin më të mirë se çdo kafshë tjetër që nuk ha vetëm bar. Për shembull, derri nuk ha vetëm bar, ha edhe mbeturina. A ju jeni kundër konsumimit të mishit të derrit? Jo, nuk jam kundër. Nuk thash jam kundër. Por duhet ta rivlerësojmë. Kush është më i miri? Më i miri është mishi i viçit, pra të gjitha gjethet që quhen që han barishte. Ndërsa po të kalojmë në një vend tjetër, siç është derri, siç është ariu, që janë gjithçka ngrënës, edhe ne jemi gjithçka ngrënës. Pra po të futim të gjithçka ngrënësit, më mirë të zgjedhim këto që han bar, që janë në zinxhirin e parë të ushqimit, jo në zinxhirin e dytë dhe të tretë. Për shembull, ujku, qeni, luani janë në zinxhirin e tretë. Pra ata han një mish tjetër dhe nëse ne do ham mishin e qenit për shembull ose të ujkut, nuk e ham dot sepse është mish i kuq, por nuk është i cilësisë siç është mishi i viçit. Që praktikisht janë gjallësa bargrënëse. Po, janë bargrënëse. Asë vetë kafshët mishngrënëse nuk e hanë mishin e njëri tjetrit, sepse ajo protein i ka kaluar disa procese dhe nuk është e mirë për shëndetin. Mund të smuren shumë më kollaj, duke ngrënë mishin
e njëri tjetrit që janë mish ngrënës, se sa mishin e një dele apo të një Qartë, zoti Gjoni, referuar kësaj çfarë ju thoni, dikush atje jashtë me informacion të përgjithshëm do thoj, në ndërgjegjen e tij, ai është një karnivor që ushqehet praktikisht me mish, për të ballafaquar dy versione dhe dy mendësi. Ju thoni ne mund të ushqemi dhe jetojmë shumë mirë me fruta dhe perime, dikush tjetër mendon që benefitet i merr përmes mishit. Mos harrojmë që trupi njeriu është ndërtuar nga muskulatura, si sistemi i cili na mban në këmbë krahas kockave. Muskujt, për të qenë të fortë, solid, funksional, duhet ushqehen me nivele të larta proteinike. Ato nivele ndoshta nuk i marrim dot përmes barishteve, frutave, perimeve. Dhe lind nevoja për të ushqyer me mish. Si e hedhin poshtë të tezë? Jo, unë nuk e hedh poshtë tezë, ne mishin, unë nuk them që s'duhet ngrënë mishi. Nuk duhet bëjmë mish ngrënës gjithë ditën. Siç tha më përpara që ne duam mishin të ham 1 kile përpara, të ham në mëngjes, në drekë, në darkë. E kisha në porcione të ndërshtrime, kisha në këtë ndërshtrime. Pra një vakt mund ta kemi mish. Normal. Tani Se trupit i duhet proteina. Atëherë, siç të thash, i duhet proteina, nuk e dia e kuptove që ne na duhen më shumë aminoacidet që janë te proteinat. Prandaj edhe marrin këta që bëjnë palestër, marrin aminoacidet të drejt për drejta nëpërmjet plurave. Suplementeve. Qartë, me çfarë ushqimesh natyrore, jo, fruta perime, barishte. I zëvendësojmë këto, ku i gjejmë proteinë? Këto aminoacide që ne i marrim shkurt tek mishi. Okej, ne proteinat në radhë ose aminoacidet në radhë parë ne mund t'i marrim ke sythët ose ke xhermolet. Pra farat kanë forcën më të madhe ushqyese, çdo lloj fare, po këtu bëhet një gabim shumë i madh edhe tek nutricionistët. Për shembull, tërshërën e japin si ushqim për të ngrënë. Tërshëra nuk është bërë për njeriu, apo? Jo, nuk është për njeriu, është për kafshët, është për kuajt, për gomeret, për çdo gjë. Po la bëjnë nga pak. Ndërsa për njeriu mund të bëhet ushqim, por jo në mënyrën se si e përdorim ne. Domethënë ne tërshërën ose grurin ose misrin ose farat e linit apo çdo gjë, duhet i fusim në ujë, duhet i nxjerrim mbas 24 orësh, ti spërkatim nga pak dhe ti lëm të çelë sythi. Në momentin që ka çelur sythi, aty ne mund ta ham edhe tërshërën, edhe grurin, edhe misrin dhe çdo gjë tjetër, sepse ajo nuk është më thjesht një farë që nuk është e tretshme për organizmin tonë. Aty është kthyer në një bimë të tretshme për organizmin tonë. Ndërsa mënyrat e tjera të përdorimit janë të patretshme për organizmin tonë. E thënë ndryshe, çdo farë kanë brëndësi të vet, vitamina, aminoacide, minerale, enzime, por që këto janë të paketuara, imagjinoj një disk që ka informacion, po e ka të paketuar. Edhe fara i ka të paketuara të gjithë të informacione. Kur ti e fut në ujë, këto shpërbëhen dhe dalin elementët fillestar se do ushqejnë bimën që të rritet. Po çfarë mund të themi për nivelin e lartë yndyror që farat kanë? Nuk nga ke dëgjuar të që farat kanë. Farat e linit, farat e luletjellit, farat e kumkullit. Ato janë fara, jo që kanë nivel. Ato në qoftë se ti i shtrydh, krijojnë vaj. Ndahen në fara vajore dhe në fara jo vajore. Këto që ju përmendët mund të shtrydhen dhe mund të marrin vaj dhe vaji atyre shumë i dobishëm për organizmin. Po jo se duke ngrënë fara do marrësh edhe vaj, se ato e kanë përqendrimin vetëm gjatë një procesi që ti i shtrydh. Që publiku të kuptojë sa është doza ndoshta e secilës prej këtyre farave vajore që mund të marrë në ditë. Sa fara kungulli, sa fara luletjelli, sa fara linit. Farat ne nuk kemi bërë për të tretur fara. Nëse ne do ham domaten, ham kastravecin, ham çdo gjë që i kanë farat brenda, po të shohim në jashtëqitje i kemi përjashtë të gjitha farat. Pra aparati jon nuk ka tretur asnjë gjë, edhe kivin. Pse? Sepse është bërë në mënyrë të tillë që ne të mos stresin farat. Farat i tresin vetëm zogjt. Pra, ato kanë një gush përpara, i mbajnë në gush për disa orë, pastaj i kalojnë në stomak. Ne nuk kemi gush për të mbajtur fara, kështu që ne nuk kemi bërë për të ngrënë fara. Por mund të gjejmë një mënyrë për të ngrënë farat, që është ajo që thash nëpërmjet xhermolit. Ndërsa farat e tjera që ne ham rëndom te kivi, te ananasi, te çdo frut ose perim që mund t'i konsumojmë, atëherë ato janë të detyruara që të dalin jashtë, dhe pse ka një motiv shumë të mirë që ato nuk duhet të treten, jo vetëm nga ne, por nga shumë kafshë të tjera, sepse dikur nuk kemi patur WC në përshpira, dikur çdo gjë bëj në pyll, dhe ato farat bashkë me humusin që ne kemi lënë, aty mbin një
bim tjetër, bim domate, bim kastraveci, kështu që dashur pa dashur, ne kemi bërë edhe bujkun gjatë kohës që ne ham një ushqim, sepse ne nuk kuptojmë që ne ham shumë ushqime, por dalja e këtyre ushqimeve është shumë herë më e pasur nga ç'ishte kur ne i hëngrëm. Pra ishte simbioza midis njeriu dhe natyrës, po thoni. Zotë Gjone, unë duhet ju pyes për një tjetër tezë të ngritur në këtë studio. Ndonjëherë ne shkojmë tek produktet që nuk na përkasin as sezonit edhe as mesdheut. Por me rastin e avokados, ku shumë mirë mund të shfrytëzojmë vajin e ullirit. Tani këtu kjo puna sezoneve do ishte mirë që të hanim sipas sezoneve, po jemi mësuar tani që i kemi të gjitha. Kemi vetëm një sezon. I shijojmë edhe vjetor. Kemi vetëm një sezon, kemi shalqinë në dimër, kemi portokale gjatë gjithë vitit, në gusht, kemi. Do ishte mirë që të hanim sipas sezoneve, sepse edhe trupi i përshtatet më mirë të gjithë këtyre frutave që janë të sezonit. Por edhe pse ham jashtë sezonit, nuk është se po bëjmë në një gabim të madh. Përsa ku janë sjellje të rralla dhe. E rëndësishme është ka vetëm një gjë që për shembull marrin bananën. Banania ose çdo frut që lëviz nga një kontinent në një kontinent tjetër, ka një gjë të keqe që nuk lihet në pemë të piqet deri në përfundimin e saj. Pra merret më përpara, kjo që nuk i ka të gjithë elementët që duhet të ketë, nuk i ka. Banania merret jeshile fare që domate jeshile merret. Po ta shohësh kur niset që andej nga niset derisa vjen këtu, thua si ka mundësi që u bë e verdh gjatë rrugës. Kështu që në këtë këndvështrim... Zotë Gjoni, ne të falenderojmë shumë që me sportivitet na i dhe disa përgjigje të mira për ta orientuar. Gjithmonë më përritur. Mirë, publiku të themi qëndroni me ne sepse për pak na bashkohen dy të ftuar shumë interesant që jam i sigurt sot nuk do i njihni, por i keni parë në një prodhim shumë të famshëm dhe të njohur dhe të dashur kinematografik shqiptar. Qëndroni me ne.